Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahu fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vllazër, për ne, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të jenë shembulltyr. Dhe ata ne duhet t'i kujtojmë, bamat e tyre duhet t'i kujtojmë në mënyrë që edhe ne t'i ndjekim ata, të bëhena sikur ata. Sepse njeriu me çka merret, çka lexon, çka shiqon, ai prej atyre merr pastaj edhe për veten e vet. Prandaj kërkohet prej neve që ne të mos shoqërohemi me njerëzit e fliqur, me njerëzit të cilët merren me punë të këqija, por aspiratat tona dhe vullnetet tona t'i lidhim për njerëzit dhe figurat pozitive që kanë qenë gjatë jetës apo gjatë historisë. Njerëzit më të mirë që mund të kishin shkel këtë tokë prej momentit kur Allahu xhaleshanuhu ka kriju njeriun në sipërfaqen e tokës, në përjashtim të pejgamberëve kuptohet, janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot khairun nasi qarni, njerëzit më të mirë, në përgjithësi njerëzit, do të thotë prej Ademit a.s. edhe deri në fundin e kësaj bote. Thamë, përjashtimin e bën për njerëzit, për ato pejgamberë që kanë qenë. Ato normal, do të thonë, janë njerëz më të mirë. Pra sahabët, khairul nasi qarni, njerëzit më të mirë janë ata që kanë qenë në shekullin tim, në kohën time. Prandaj, ata njerëz ne duhet t'i marrëm si model të jetës tonë, në të gjitha aspektet. Ata dhanë çdo gjë për vetës së tyre, për pasurisë së tyre, edhe prej fëmijëve të tyre, për hir të Allahut xhaleshanuhu. Duhet kemi parasysh edhe diçka tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Njerëzit apo shumicat e njerëzve janë të mbashtruar me dy gjëra në këtë botë. E para është as-sihhatu, shëndeti, wal faraghu, edhe koha e lirë. Në aspektet të ndryshme, por nuk kemi kohë që ne ta shpjegojmë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por njeriu në forma të ndryshme është i mashtruar apo mashtrohet. Për shembull, ai riu thot, unë jam i ri, ka për mua, e kur dhe hi në moshën pakës ma thyrë, atëherë unë do t'i kthehem islamit, atëherë I kthehem namazit. Pra, koha e mbashtronat, koha e lirë, shembull takon njerëzit gjatë rrugës, edhe I thu kush ka, thot që me nuk kom gjithë bëjnë. Ta harxoj që këtë kohën, ta harxoj kohën. S'kom që atë, lut ka njerëz të thillë. Apo e harxon kohën në gjërat e fliqura, duke u marrë me rrjetet sociale, të cilat domethënë nuk janë të dobishme, apo me faqet e ndryshme në internet, edhe vetëm e harxon kohën, gjën më të shtrenjtë, me gjën me të cilën mundet njeriu shumë
të jetë i humbur nëse nuk e shfrytëzon si duhet. Po ashtu edhe shëndeti, i keni parasysh. Kur ka shëndet, është i fort, edhe thot jove. Nuk ka problem për mu, edhe i qanë gjërat. I që nuk e mendon për shembull me çfarë merren. Nuk i shiqon urdhëresat e Allahut xhaleshanu, as ndalesat e Allahut xhaleshanu. Pra në forma të ndryshme. Bisedën ne e kina diku tjetër, e kemi të ajo se ne duhet sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti kemi për shembulltyr, të marrë model të jetës tonë. Ta marrëm për shembull Abdurrahman bin Aufi. Abdurrahman bin Aufi ka qenë një njeri i pasur. I pasur dhe 4 herë gjatë jetës e ka nda për gjysëm pasurin që e ka pas. Pasurin 4 herë gjatë jetës së tij. A e dini sa ka qenë pasuria ti? Me miliarda. Pasuria ti, për të kuptuar se sa ka qenë, edhe sa ka kontribuaj, vetëm ta përmendim atë se kur ka ndru jetë, kur ka vdek, është dash altanin, anin që e kalon pas, me sakic të presën, për të nda mes të shikimtarëve. Sa ka pas. Ndoshta ato copat e vogla që kanë rasti kanë marrë hiq. Me sakic, kështu. Para mendoni sa. E ki, qatë pasuri e ka nda në 2 pjesë, 1 pjesë, 4 herë gjatë jetës. 1 pjesë për vete, gjysmën tjetër për islam. Pra islami nuk ka ardhë më kota ashtu. Nuk ka ardhë pa mund të ne. Nuk ka ardhë pa më dhënë gjak apo kohë apo mund besimtarët e më pasha. E kemi për shembull tjetrin Ebu Darda. Ebu Dardaja varin e ka në Damask, afër kalasë Damaskut. Atë e ka varin, unë kum kalu pranë ati vendit, shpesh dhe një doatën e herë kum bom. Ai paramendoni, kur ka ardhë prej Medines, ka ardhë në këmbë deri në Sham. Si, në këmbë deri në Sham, me 1000 kilometre. A, kina parasysh. Dhe më thonë, nuk është letë. Nuk është letë një gjë e tillë. Pra, që ka baj? Prej mbas sabahit, namazit sabahit, e deri në drek, u a ka mësu Kuranin shamlive, banorve të Shamit. Për dit, për çdo dit. Pastaj mbas ditët, dhe më thënë ka shku, dhe më thënë ka qëllo punët e veta private që i ka pas. Para mendoni. Ndërsa Hazreti Osmani, radiallahu anhu, tregohet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Tebukit, me rastin e luftës së Tebukit, ka hip në hitbe, ajo kohë ka qenë shumë kohë krize financiare, nuk kanë pas. A është dash ta bëj luftën. Edhe hytbja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas 3 shkallë, që kjo ka di, e një shkallë tjetër. Do të thonë 3 shkallë ka pas. Hipër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shkallën e parë. Edhe bën nxitje shokëve të tij, u bën nxitje që të japën, ama krizë e madhe. Krizë. Njerëzit nuk paraqiten, se duhet paraqitet dikush. Unë ja Rasulullah kaqa.
A qëtëri unë apka që Rasulallah. Se ushtria në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë ushtri e rregullt. Në më thënë shteti, për shembull ti mbuloje të harxhimet jo. Çdo kush ka dalë për hir të Allahut xhaleshanu, ai me pasurinë e vet ka dalë. A dhe kështu nuk paraqitet askush qohet Hazreti Osmani. Thot, unë thot ja Rasulullah e marë përsi për 100 deve me ushqimin atyre personëve që dhe marën devën edhe me ushqimin e devës. Për me dalë. Unë e marë përsi për ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dëgjon këtë edhe e bën një hap tjetër të shkalla e ditë. Edhe thot, bën zgjidhje përsëri. S'paraqitet askush. Prap paraqitet Hazreti Osmani. Ja Rasulullah, unë edhe 100 deve tjera ja. Me ushqimin aty ushtarit, që edhe ti kushtoje gjatë luftës, po ashtu edhe me ushqimin e asaj deveve. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bën edhe hapin tjetër, hipën në shkallën e tretë. Përsëri nxit. Përsëri nuk paraqitet askush se krizë kanë pas ato. Krizë të madhe. Edhe kur paraqitesh normal duhet të takihesh ata. Edhe paraqitet përsëri Hazreti Osmani. Thot ja Rasulullah, po ashtu 100 deve tjera. Me ushqimin e ushtarëve, që do të jenë atë pjesëmarrësve, ushqimin e devëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se krizë e madhe ka qenë, shumë ka qenë i kënaqur me Hazreti Osmanin. Edhe tër natën e dëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thonë: "O Allah, unë jam razi me Osmanin. Unë jam razi, i knaqër me Osmanin. A jenë edhe ti i knaqër, ja Allah." Para me ndoni, dhe më thonë, për Hazreti Osmanin, çfarë kontributi kanë dhënë ata? Pra, për ta kuptuar vlerën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi ajetin kuranor, ku Allahu xhaleshanu thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Hazreti Omeri një ditëve e pa lezu këtë ajet që do të thote ishit ummeti më i mirë që keni dalë në sipërfaqen e tokës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo Hazreti Omeri thot: Allahu xhaleshanu ka pas mundësi të thote ju jeni, ama nuk ka thonë ju, ka thonë ishit, në më thonë për sahabët. Se kështon ju, në më thonë ju, edhe që besojnë, tu'minune billah, ta'murune bil ma'rufi, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minune billah. Por thot, për me mbrit atë që e kanë pas sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kanë qenë të shpallur nga Allahu, se janë njerëz më të mirë që kanë shkel këtë tokë, thot duhet ta jepni kushtin, ta plotësoni kushtin, Hazreti Omeri. E kushti thot është ta'muruna bil ma'ruf, vazhdon ajeti, urdhnonin e të mirë, wa tanhauna 'anil munkar, dhe ndalonin nga e keqja, wa tu'minune billah, dhe besonin Allahun fuqiplot. Pra thë këto të duhet ti plotësoni. Pra si plotësohen, këto plotësohen me mund. Me mund. Pra daj, të regon një hoqa dhe këtë edhe të përfundoj, thot une, duhej që për ndamas, është dhe fjara kur o kanë herët, shumë herët, një 20 milion euro mu dufshin
për të bërë një projekt. Më falë euro thashune, po lirat Siris. Atëherë kanë bërë shumë. Të më thonë, janë konsiderushme. Edhe kështu, unë e thotë mendoja, para se me hi në xhami, edhe isha duke ecë me një xhamatli. Edhe i thash ati, jom të mendu për një projekt që duhet të kryjmë me 20 milion parafërsisht lirat Siris. Ama thot nuk di si që a bësh. A i xhamatliu i thot hoxhës. Thot, a do të më bësh edhe ti si ja ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me rastin e Tebukit, të hipish në shkallë, 3 shkallat, edhe unë thot, do t'i plotësoj. Para me ndonë. E thot, e bëj. Edhe ki normal, në më thonë, kur ka hip në hitbe, edhe hipën shkallën e parë, edhe bën zitje, si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. S'paraqitet askush, ki thot une, i bën e sa, për shkallën e parë. Në shkallën e ditë pashtu, thot une, shkallën e tretë, unë thot, para me ndo, ki shka ka bo? Ki do më thonë kanë djekë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ju e dini, në kohën e sotit çka bëhet, nuk du të zgjate ma shumë, shembulltyr, i bën njerëzit e ullët. I dini ju për shembull, kush do pije për shembull Coca-Cola ma shumë, kush do haje ma tepër, ambëlsira, edhe ato pastaj i paraqesen gjëja se janë model të mirë, ato janë model të flikër. Njeriu për shembull tepër është e dëmshme. Pra, keni kujdes, mos i marrëm për shembull njerëzit e ullët, po t'i marrëm për shembull njerëzit të cilat kanë bëma të mëdhaja pozitive në shoqëri. E ato në fillim janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu zërëshanu huna bëf për e tilve, ela in ahsan kelamu ablagh al-idham, kelamu Allahi al-Malik al-Aziz al-Mannan.